Nuk besoj që ka dalë tim i bardhë, si po shihet, nuk po di, apo shene që ka tym në sepse aja ka ditë prej herës parë, kur i ka dështu e dytës, e gjashtës, e tash sot dhe 15-ës që votat nuk i ka. Ai nuk i ka votat as për komision, as për kryetare, e as për kryeministër. Ka më habiti shumë, ishte fakti që na tha se s'ka asnjë urgjencë. Që kjo pritje më tepër është çështje mediatike e jo e popullit të Kosovës. Nëse mund ta them kështu, ekziston një disponim minimal, i cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës. Si kurse dini, u zhvillu takimi me presidentën, kemi dhënë idenë tonë që me ecë për para, pra që do të votojshim kandidat për kryetar kuvendi një person unifikues, në mënyrë që të kalojmë në etapën tjetër, edhe kuptohet, e kemi mirë prit këtë mundësi, pra të bisedesh me presidentën. Ishte një diskutim mbrenda pozicioneve që ju i deni, që i den opinioni publik që i kemi shpreh, në emër të PDK-s unë edhe një herë kërkova që kryetari i vetëvendosjes deputeti Kurti ta ndryshoj kandidatën, të vijë me një propozim që ka mjaft në grupin e tij parlamentar që marrin shumicën parlamentare. Një gjë e tillë nuk pres që do të ndodhë, andaj fatkeqësisht jemi në situatën pothuajse të njëjtë cilën jemi, por megjithatë duhet ta shohim këtë takim si një hap para, një përpjekje shtesë edhe nga ana e involvimit presidentës në këtë temë për të gjetur një rrugë zgjidhje. Ne ma shumë se sa problem juridik, ne kemi problem politik. Kjo krizë nuk është krizë procedurale, është krizë politike dhe do duhet kishte një zgjidhje politike, por nëse kjo qasje imponuese autoritare e lëvizjeve të vendosje vazhdon pa e pas shumicën parlamentare, atëherë ne e kemi për obligim para qytetarëve që na kanë zgjedhë që të bëjmë çmos për të gjetur një zgjidhje. Thash që nuk jam as pak optimist që zoti Kurti do të ndrojë qëndrimin, sepse aja ka ditë prej herës parë kur i ka dështu e dytës, e gjashtës, e tash sot dhe 15-ës që votat nuk i ka. Ai nuk i ka votat as për komision, as për kryetare, e as për kryeministër. Por duke mos i pas votat, është duke mojt krejt shtetin, fatkeqësisht dhe gjithë neve si qytetarë në radhë parë. Ne shkum takim me i shpreh qëndrimet tona, me dhon kontributin për të gjetur një zgjidhje nga kjo situatë. Nuk besoj që ka dalë tim i bardhë, siç po shihet, nuk po di, apo shene që ka tym në kom. Pas së cilit takim, kryesisht partitë politike qëndruan në pozicionet e tyre paraprake, që nuk kupton se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërshim politik, e nuk ka as iniciativë që do ta zhbllokoj këtë gjendje të tanishme. Në këtë takim kam propozuar e kam shtruar dhe elaboruar idenë e qeverisë unitetit për një periudhë të shkurtër, kalimtare me agjendë të qartë, me pika të qarta të definuara ndërpartijake. Jam i lumtur që kishte një reflektim pozitiv nga partitë e tjera në përmasën e konsiderimit, madje edhe pjesëmarrjes përjashto partisë së parë, e cila nuk kishte as pozicion të qartë, por as ide të tjera se si të dilet nga kjo gjendje. Është mirë që sa më parë presidentja të shërtoj me kalimin e kohës edhe dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të bllokohemi nga kjo situatë. Gjithsesi, kryetari i lëvizjes vetëvendosje ka të drejtën e formimit të shumicës, pretendon se mund ta bëj, le ta bëj. Ajo që më habiti shumë, ishte fakti që na tha se s'ka asnjë urgjencë. Që kjo pritje më tepër është çështje mediatike e jo e popullit të Kosovës. Dhe për këtë spajtohem fare. Është çështje shumë urgjente. Me lënë vendin pa institucione, më mbledh 16 herë pas një rezultat dhe pas një shpresë në horizont, është çështje shumë urgjente për Republikën e Kosovës dhe qytetarët tonë. Dhe fakti që se kupton që është urgjente, është edhe më shqetësuese. Ishte dakordonës logjike që nëse s'ka pajtueshmëri dhe zvarritje, zgjedhjet janë zgjidhje përfundimtare. Tani, kjo është çështje sepse partia parë ka bllokuar kuvendin dhe nuk e studje për shkak të krizës procedurale. Por në therr kriza është politike. Do të jemi qartë gjitha partitë politike siç është LDK sot.
askush nuk ka shumicë politike në kuvendin e Kosovës. Po të kishte shumicë, do të zgjidheshin gjitha çështjet. Përderisa s'ka shumicë, do të ketë dhe krizë. Mos konstituimi I institucioneve mund t'i duket dikujt se dëmton vetëm politikan apo parti të caktuara, megjithatë, pasojat kryesore I bardh vendi ynë dhe të gjithë qytetarët tanë pa dallim. Edhe sot në takimin e parë kam inkurajuar liderët e partive politike që në funksion të realizimit të këtij parimi kushtetues të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e kuvendit, që përveç se do të siguronte funksionimin kushtetues të institucioneve, po ashtu do të hapte rrugë edhe për krijimin e qeverisë së re. Dhe që dua ta them edhe sot është që disa prej pasojave me të cilat po ballafaqohet vendi ynë dhe qytetarët tonë nga mos konstituimi I kuvendit, përfshin zvarritjen e panevojshme të procesit të disbursimit të mjeteve financiare nga plani I rritjes BE-s, llogaritën I diku afër 900 milion euro. Zvarritjen e miratimit të ligjeve, cilat janë të domosdoshme përresjen përpara të vendit tonë dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Pastaj është edhe dëmtimi I besimit të qytetarëve në institucione, një prej prerogativave kryesore që e forcon demokracinë në vend, por edhe dëmtimi I imazhit të shtetit tonë ndërkombëtarisht. Nëse mund ta them kështu, ekziston një disponim minimal, I cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Si presidente pra kam shprehur gatishmërinë, nuk ka pasur ndonjë kundërshti nga partitë që të shfrytëzohet një kompetencë e tillë, mirë po do të shohim nëse ditët në vijim partitë politike do të arrijnë ndonjë pajtim sa I përket konstituimit të kuvendit. Nëse mundem me thujt, por timi I bardh do dalë vetëm atëherë kur kemi konstituim të kuvendit. Akoma nuk jemi në atë pikë, sepse vetë liderët besoj e kanë sqaruar kur kanë dalë nga ky takim, vullnet ka tek të gjithë liderët për të gjetur zgjidhje përpara dhe për të dëgjuar edhe ide të reja, prandaj edhe kjo çështja e dërgimit në gjykatë kushtetuese nga ana e institucionit presidencës, sot e kemi diskutuar për herë të parë. Nuk ka qenë qoftë nga partitë politike, qoftë nga unë si presidente e shtyr përpara si ide, sepse shpresa ka qenë që kuvendi konstituohet më shpejt, jo që kemi nevojë të vim deri këtu, ku ka kaluar 1 muaj nga seanca e parë. Sa I përket zgjedhjeve, të gjithë jemi pajtuar që, siç e dini, kushtetuta parashet që zgjedhje mund të ketë në disa raste, në qoftë se 2/3 e kuvendit vendosin dhe votojnë për shpërndarje të kuvendit, në qoftë se dështojnë në zgjedhjen e qeverisë, dhe në qoftë se ka pastaj vot mosbesimi ndaj qeverisë. Janë këto opsionet. Për momentin pa konstituim të kuvendit, nuk mund të shkohet te asnjëra nga këto 3 opsione. Pra edhe në qoftë se partitë pajtohen mes vete për me shku në zgjedhje, fillimisht duhet me u konstitu kuvendi. Dhe tek pas konstituimit, pastaj ka qoftë vot për shpërndarje të kuvendit dhe pastaj unë si presidente caktoj datën e zgjedhjes, qoftë nuk arrin ndoshta me I bë numrat, edhe pse kjo nuk është çështje që unë mundem tash me përcaktu, se a bëhen numrat për qeveri apo jo, mirë, po kushtetuta parashet që nëse nuk bëhen janë afatet e caktuara brenda të cilave unë detyrohem si presidente me çu vendin zgjedhje. Do të sigurohesha që kur të dorëzohet një lëndë e tillë në gjykatën kushtetuese të jetë më neutrale. Kur dorëzohet ajo nga deputetët edhe jap një drejtim të caktuar, mirë, po kur dorëzohet nga presidentja, është domosdoshme që edhe pyetja të jetë më neutrale, që jap hapësirë të nevojshme gjykatës kushtetuese që të sqaroj sa më shumë tema, që mos të vim më në këtë pikë, se s'është hera e parë që institucionet e Kosovës janë në këtë pikë.